dhuna, të kthehemi te dhuna se është diçka. Unë si mësimdhënë se kam vërejtë se është rrit dhuna tek fëmijët, madje edhe në klasën e 6, 7, kur filloj me punu me ta. Pse është kaq, a është ndruar në një idolizim, apo ta quajmë idolizim, personi i dhunshëm. Është bërë sikur modeli i cili duhet të ndiqet edhe i cili duhet të prej mediave, prej rrethit ku jetojnë, prej. Se shef modelin e gabuar, njeriu pa shkollë. Pikrisht. Njeriu pa shkollë, pa asnjë pedigre shkencore. Kur kemi të bëjmë të adoleshentët, domethënë nuk kemi. E ka veturën më shtrenjtë. Pikrisht. E ka veshjet kret firmatos, si thuhet në Shqipëri, edhe e jeton jetën. Me çka merret? Kjo është pyetje tjetër, por ose si arrihet deri tek bërja e saj. Fatkeqësisht merret si model ky person, edhe ndiqet pastaj. Në sa seriale dhe sa filma artistik ka ku personazhi negativ ngritet në piedestal e heroit. Po, shumë e vërtetë. Ai që është hero, ai i cili duhet të ndiqet dhe po mesazhi që mirë. Shumë të ri e kanë idol, vjen keq e përdor këtë Scarface. Ti po filmin. Po. I cili është trafikant i drogës, i cili bën krime makabre. Dhe ai mirret shembull. Edhe ai merret si shembull. Sepse regjisorët e nxjerrin në klasën në klasën 6-7 e pa atje shkruan domethënë thënie të këtij si Pablo Escobarit. Pablo Escobarit, po. Thotë ose pare ose plumbin do ta marrësh. Ose domethënë me të vërtet nga kjo çështje buron ai agresiviteti dhe me vendos në një status social që është i respektuar, i frigohen edhe e dëgjojnë. Ose të shndrohet në një lider. Kjo është me të vërtet një dukuri që e konvërej tek rinia, nëse dikush arrin të etablohet, ta shndrohet vetën në ndonjë lider, atë të gjithë ndjekin. Edhe çdo urdhër të tij e zbatojnë pa menduar ose pa këto klane tash mos të më përmend, po në atë mënyrë është ndërtuar hierarkia brenda. Dikush ndoshta ose guar i dhunshëm, dhe dikujt edhe ka fituar epitetin e liderit, dhe pastaj të gjithë janë pas liderit. A mundi me thonë se këto faktor që janë orientues drejt qasjes negative, drejt agresivitetit, e shfrytëzojnë ndoshta gjendjen psikologjike të hutis, e cila e dallon periudhën e adoleshencës. I gjejnë pak si të hutuar edhe i keq përdorin emocionet e tyre, ju mundsojnë ndoshta diçka që ata nuk kanë mundësi që ta kenë, ndonjë veturë të mirë, veshje të mira, telefonin e mirë, edhe pastaj ata i tërheqin ka vetvetja e tyre dhe bëhen pjesë të atij sistemit me tan kriminal apo sistemit të dhunshëm të, i cili shndruar fatkeqësisht në një lloj Champions League, e tham unë, ku grupe të ndryshme bëjnë gara, kush do të tregohet më i egër, më i pamëshirshëm, kush ka e marrë vendin e parë. Pa disa viteve kam pa një film i cili flet quhet Fëmijët e Diellit. Është film i Brazilit, i cili flet për problemin e grupeve e këtyre bandave tek minorentët apo tek adoleshentët. Edhe atje ishte rasti kur pasi që një grup të rinjve e morr postin apo e morr udhëhecin në atë lagje nga grupi që ka qenë më i moshuar, këto ishin më të rinë në moshë, ishin 15 vjeçar, e përfundoi ajo me quajt mandati i tyre. Ata që erdhën mas tyre ishin akoma më të rinë në moshë, ishin 9 vjeçar, 10 vjeçar, të cilët njëri mendse se mbante revolin, do të thonë armatime, dhe shkoi edhe vrau atë liderin e tyre, dhe pastaj ata u bën në vendin e parë. Këtë pjesë. Në këtë çështje ka thonë, nëse i jepet njeriut një luginë e mbushur me alë, ta kërkonte të dytën. Nëse nuk ka mundësi as me
i shpenzua ato para që i ka, atë pasuri që e posedon, prap se prap, lakmia është ajo që, por thot, pastaj, cilë është ilaçi, nuk e mbush, apo nuk e ndërpren lakmia e njeriut, përveç kur ti mbushet goja me dhënë, do të thonë kur të varos, atëherë më ndërpritet lakmia sepse e kupton se gjithë kjo që pas të cilës kanë vrapuar, ka qenë e pa dobishme me një fjalë. Dhe një prej shkaqeve ti përmendet që materia dhe përfitimi material është një prej shkaqeve kryesore të dhunës. Islami i këshillon njerëzit që të mjaftohen dhe të pajtohen me atë hise të furnizimit që Allahu ka caktuar. Dhe ka thonë jetë e lumtur, një prej dietarëve ka thonë jetë e lumtur është jetë e njeriut i cili është pajtu edhe është mjaftu me atë që ka që me atë që e posedon. E Allah duke vetëm mos ta haroj, isha duke bisedu me disa kolegë arsimtarë, dhe du të tregoja se Allahu xhaleshanu asgjë të mangët nuk na ka lënë në këtë dunjë. Çdo gjë për të cilën kemi pas nevojë, Allahu na e ka dhënë. Po ne duhet të jemi të vetëdijshëm, se caktimi i Allahu xhaleshanu është caktimi i atij që është më i mëshirshëm ndaj neve se sa ne ndaj vetvetes, edhe është më i drejtë. Drejtësia e Allahu xhaleshanu është diçka që është e padiskutueshme, është drejtësi absolute. Dhe kjo drejtësi duhet neve me na motivu që edhe ne të bëhemi të drejtë dhe mos të kërkojmë përfitime materiale nëpërmjet rrugëve të gabuara, se nuk do të shohim hajrin. Nuk do të shohim hajrin. Unë shpeshherë i përmendi rastin e disa njerëzve të cilët kanë ardhur deri te pasuria në mënyrë jo të mirë, ta themi kushtimisht. Shumica kanë përfunduar ose janë vrarë, ose kanë vdekur shumë të ri. Edhe kanë shumë probleme edhe familja e tyre është ka përderdh, nuk i din ku i kanë fëmijët, nuk flasin motra me vëllaunat, familje dhe ka familje destruktive me një fjalë. Do thonë familje me një fjalë e shkatruar. Familje me një fjalë e shkatruar. Do shta prej gjërave që më së shumë ti kanë nevojë rinia është që me u mësu vlerën e vërtet të gjërave. Rinia ndoshta e ka një farë perceptimi se kjo e ka kaq vlerën, kjo e ka kaq vlerën. E tek logjika e tij, vetura e mirë, ndoshta vlen shumë më tepër se sa një familje e qetë që ka harmoni me saj dhe prandaj ndoshta kjo që rinis me u mësu vlerën e vërtetë të gjërave. Shpeshherë rinia mahnitet pas dukurive materiale, ndërsa e harron një vlerë që është vlerë shpirtërore. Po shumica se ta përmendim mos ta harroj. Dje e par dje u takova me një person që ka shkatruar jetën e tij me lëndët narkotike. Edhe i thash, kush është shkaku pse ti je në këtë gjendje? Ai tha, i kum vlerësu apo i kum dashur gjërat që kanë qenë të gabuar. Ndërsa njerëzit apo gjërat që ma kanë dashur të mirën nuk i kanë vlerësuar. Edhe në shoqëri fatkeqësisht, edhe nga politikanë shohim ndonjëherë i idealizojnë apo vazhdimisht në afërsinë e tyre ka njerëz të cilët nuk njihen për nga shkenca, as për nga ndonjë arritje, por njihen sikur personat që ndoshta kanë kontribuar më shumë negativisht për shoqërinë. Janë shembuj shumë të këqij. Shembull, unë më vjen keq kur fëmia duke shikuar modelin e prindit apo modelin shoqëror që e ka aprovuar shoqëria. Fatkeqësisht ne sot kemi sjellje të aprovuar. Prindi i thot fëmijës, bëhoj i gjinshëm, mos u bë shumë naiv, mos u bë shumë i sinqert. Ne e përdorim shpesh fjalën mos u bën pa sherr. Mos u bë pa sherr. Bonë pak as ti i gjinshëm, bonë pak as ti dinak. Këtë ku e kanë marrë këtë guxim e thon këtë? Nga ata që shohin disa persona të cilët kanë arrit ndonjë sukses, të ne fatkeqësisht sot, siç e tham edhe më herët, idealizohen edhe merren si model persona të dhunshëm për shkak se ata kanë arritur diçka. Thonë se kanë arritur diçka në jetën e tyre, edhe prandaj edhe unë do të bëhem i dhunshëm.